Mirëmbrëma Njisha! Njishi është numri jo vetëm në fletën e votimit Partisë Demokratike. Shumë nga ju, ose shumë nga ata, mund t'i duket Njishi si një short i rastishëm, po për mua nuk është një short i rastishëm. Për mua është një shenjë, është një sinjal që jepet pikërisht sot, pikërisht në këtë vit. Ishte e thënë që Partia Demokratike ta kishte këtë vit numri 1. Nuk ishte e thënë që ta kishte në 2021-shin, lartë qoftë, të kishim fitu në 2021-shin, kush e di ku do ishim tani. Nuk ishte e thënë që ta kishte vitet e tjera, po duhet piqeshin të gjitha kushtet dhe ajo ta fitonte tani, sepse kur ti punon shumë fort dhe kur ti lufton shumë fort për ta arritur diçka, fillon punon universi për ty. Dhe tani e gjitha ajo betejë që ne kemi bërë, e gjitha ajo luftë madhështore që ne kemi bërë, po na kthehet në favorin ton dhe po kthehet në bumerang për ata që e nisën, dhe neve na ra numri 1 dhe kemi fituar këtë numër para se ta fitojmë të dielën. Ishte e thënë që të shkundej Partia Demokratike dhe gjithë Shqipëria nga themelet dhe të rithemeloj për të ngritur më e fortë dhe më e pushtetshme dhe më e bashkuar se kurrë. Ne tani jemi më të fortë edhe më të bashkuar se kurrë, sepse kemi pasur një betejë shumë të gjatë dhe një luftë shumë të vështirë, dhe kur e fiton këtë luftë me meritat e tua, kur e fiton kaq betejë të gjatë sa kemi bërë ne, atëherë nuk ka se si të shkojnë ndryshe. Unë e di që të gjithë ata që kanë heshtur dhe të gjithë ata që janë anën e kundërt të historisë, na kanë zilinë për në betejën që kemi bërë. Na kanë zili për guximin që kemi, na kanë zili luftën që kemi bërë, na kanë zili që kemi qenë anën e dur të historisë, na kanë zili emocionet e forta, lotët e humbjes, qeshjen e fitores, na kanë zili guximin, na kanë zili lirinë që kemi, sepse nuk e kanë. Dhe e di që të gjithë ata që kanë qenë anën e kundërt dhe të heshtur, e kanë pyetur veten gjatë gjithë kësaj kohe, po sikur të kisha qenë në anën e dur të historisë, e kanë pyetur qoftë edhe një sekond veten. Unë ju them se ju keni një shans të fundit për ta bërë këtë. Ju keni një shans të fundit për që në anën e dur të historisë të dielën me 11 maj, kur të shkoni para asaj fletës së votimit. Kur të jeni para asaj fletë e votimi për të vënë atë X, harrojeni të gjitha llogaritë, harroni punën që keni, harroni çdo gjë që keni dëgjuar, harroni njerëzit që njihni dhe jini vetëm ju përballë ndërgjegjes suaj, përballë Zotit tuaj, dhe vendoseni me përgjegjësiat e X. Tani, për ta mbyllur, dua t'ju shkëput një episod nga një dramë e jashtëzakonshme që është bërë dhe film, Shtrigat e Salemit e Arthur Miller. Unë ju sugjeroj shumë fort që ta shihni filmin ose ta lexoni dramën përpara datës 11 maj. Ka një episod në fundin e kësaj vepre ku personazhi kryesor, që është i varur me litar, është i dënuar me varje litar, më falni, për një krim që nuk e ka bërë, i afrohen dhe i japin faljen në rast se ai pranon që e ka kryer krimin dhe kërkon falje. John Proctori, që është personazhi, thot e pranon këtë, kërkon edhe falje. Pastaj xhandari kërkon që të firmos deklaratën. John Proctori thot, po unë ta pranova, ju jeni këtu, keni dëshmitar, pse duhet ta firmos deklaratën? Po firmose, i thot ai. A e the, a e pranove, firmose. Dhe nuk e kupton sepse ka kaq vështirë Johnny që ta firmos atë deklaratë. Dhe Johnny i përgjigjet, po ajo firma është emri im, është jeta ime, është emri që unë do u lë fëmijëve të mi. Çfarë emri do u lë fëmijëve të mi nëse i lë diçka, një shenjë kaq të paburr? Si do i mësojnë ata që të jenë burra në të ardhmen nëse ato shohin këtë deklaratë? Është emri im dhe nuk do kem emër tjetër për gjithë jetën. Dhe Johnny nuk e firmos deklaratën, e gris dhe varet në litar. Kujtojeni këtë episod në momentin që do jeni para fletës votimit. Ai kryq që vini aty para fletës votimit nuk është thjesht një kryq. Është emri juaj, është jeta juaj, është jeta që do ju lini fëmijëve tuaj. Mos e harroni. Bravo!